Kosovës. Por anën tjetër, ne duhet jemi të ndjeshëm edhe ndaj humbjes së mira jetëve të njerëzve në Iran, prej vetë regjimit iranian. Janë vrarë shumë njerëz, ndërkohë që në Izrael me gjithë bombardimet jo më shumë se tre civil. Pra kemi një balancë jetësh njerëzore për të cilat sërish e cek deklarimet publike duhet jenë shumë tepër të madhura. Veç mos harrojmë që Kosova nuk do të ekzistonte nëse nuk do ta kishte mbështetjen e Shteteve të Bashkuara. Absolutisht, dhe Kosova do të patjetër të rreshtojë krahas. Isha dashur të ndani mendim ndryshe nga nderuar aty në studio. Ne kemi obligim me i besu deklaratave të Shtetit Bashkuar të Amerikës për faktin që nuk thash unë në fakt nuk po e kontestoj, të lutem, se ju e thatë që në fillim që ne duhet të rreshtohemi krah vlerave perëndimore dhe shëbave. Kështu që nuk ka koment të kjo pjesa që ju e përmendet. Megjithatë, unë du mos me qenë i rezervuar, minimalisht Kosova dhe Shqipëria, vendet tona, nëse nuk kanë mundësi me mbështet shëban në këtë ekspeditë ushtarake në Iran, do ta mbështesin me pjesën politike, pavarësisht se jemi vendet mund të themi jo në ndikim për shkak të kapacitetit qoftë politike apo të tjera, ne duhet të rreshtohemi në krah të shëbave me të njëjtat forma deklarimeve që ka Washingtoni zyrtar. Sepse vetëm me kaq ne mund të kthejmë ato të mira që SBA dhe partnerët e saj kanë bërë, kur Irani bashkë me Serbinë dhe Rusinë kanë dashur që na shkronjosin, mund të themi apo mund të themi tash na shfarosin nga dheu nga këtu. Prandaj mund të themi që ne, përkundër faktit që unë pajtohem që duhet kemi deklarata të motra, po jo në raste të tilla, jo kur regjimi siç është regjimi i Iranit vran fëmijë, gra, vetëm për bindje politike, racore, fetare të tjera, dhe kur SBA bashkë me partnerët e saj pikërisht reagon për të ruajtur globin nga rreziku që Irani mund të posedonte armë nukleare dhe realisht do ta rrezikonte. Duhet ta përmend një fakt që shumë e rëndësishme që nuk është përmendur deri më tani. Që pikërisht kam dashur me qenë kujdesshëm, po tani do të jemi kujdesshëm. Nëse SBA nuk do të kishte një reagim të shpejtë, dhe nëse Irani do të posedonte armët bërthamore, sulmi i parë që do të bëjnë drejtim të Mekës, sepse ish lideri tani më i brar i Iranit pretendonte që Mekën do t'ja kthej Hazreti Ali apo te profetit Ali, që ata besojnë se ai ishte i dërguar i Allahut. Vetëm dalmi pak, janë të konfirmuara këto burime që ju po citoni, zotëre Lezi? Ishte cak Meka nga Irani? Sigurisht që nuk janë burime zyrtare, janë informacione nga cilat ne nuk mund të japim burime zyrtare, po mund të japim burime të tona, e që në fakt burime zyrtare mund vinë nga Arabia Saudite ose nga Washingtoni zyrtar. Qartë. Pra nuk kishte synim në këtë rast Irani të shkatronte Izraelin, por Mekën. Jo. Nëse e keni parë, 80% raketave janë drejtuar në vendet e lindjes së mesme, 20% në drejtim të Izraelit. Dhe siç e tha nderuara nga Izraeli, nga vendi i ngjarjes, tha kohët fundit kemi pak raketa që vinë në adresë tona. Veç nëse e shohim Dubain, vetëm këtë ditët e fundit ka pas mbi 100 raketa. Doat marrë dhe mendimin e Itës? 60. Ita? Po. Vërtet shoku parafolës desha t'i